shkollore të jetë sa më e veçantë. American School of Kosova sot e nis ditën e punës. E madje vlen të zgjekë që është e vetmja shkollë në Kosovë që vetëm një javë ditë pushim e kanë. E atë pushim e shfrytëzojnë për me rregullu edhe me bo kaq të bukur për fëmijët të cilët vinë edhe përfundojnë shkollimin këto. Sot është dita e parë para shkollorit për fëmijët e vegjël. Për krahas kësaj është edhe dita orientimit ku prindërit bashkë me fëmijët e tyre orientohen për zhvillimin e vitit akademik në shkollën American School of Kosova. Me një program të organizuar dhe aktivitetet të përshtatura për moshat e ndryshme, American School of Kosova ka synuar që dita e parë të jetë sa më e veçantë për fëmijët. Sot është dita e parë, kemi mirë prit fëmijët, është fazë adaptuese ku për shembull një 3 vjeçar e kalon, në këtë vit akademik kalon te 4 vjeçart edhe atij i ndrohet edhe ambienti, edhe shoqëria, edhe mësuesit, kështu që ai përgatitet për diçka më ndryshe këtë vit. Komplet koncepti i parashkollorit te na është që përgatiten shumë, është komplet kurrikula shumë e ngjeshur ku mësohen fëmijët me lexu, janë të përgatitur edhe me shkronja, edhe me numra, edhe me këtë aspekte çka duhet me qenë parashkollori përgatitur për me vazhdu dytin në klasën e parë. Një mesazh që unë si prind ju jap prindve është investoni në parashkollor, investoni në fëmijërinë. Ylza Pista, mësimdhënëse në ASK, ka thënë se kjo ditë është kushtuar orientimit të fëmijëve. Po, si që patë edhe ju, fluksi në nxënësave që kanë fillu, do me thonë gjatë ditës së sotme për orientimin e tyre për vitin akademik shkollor. Kjo javë është për nxënësat, regjistrimi i tyre, do me thonë, në shkollë, marrja e krejt të dhënave që i duhet për këtë vit shkollor. Çdo gjë që ne reklamojmë edhe e plotësojmë, kështu që reklamat që tankohen, prezantohen përmes rrjeteve sociale, mundemi me thonë se janë jo vetëm reklama, po janë të vërtetat që duheni me ardhur dhe me i pa vetë. Me buzëqeshje emocione, prindërit janë pritur në ambientet e shkollës. My experience here with ISK since October 2020. Përvoja ime këtu në ASK ka nisur që nga tetori viti 2023, kur ishim vetëm unë dhe një fëmijë. Në fillim isha disi hezituese, sepse nuk e dinim saktësisht se në çfarë po hynim dhe çfarë na priste. Por ajo që më tërhoqi më së shumti ishte mikpritja, mënyra se si na pritën dhe mënyra se si më siguruan se gjithçka do të ishte në rregull. Kur erdhëm, për ta nuk ishte diçka krejtësisht e re, por ishte një situatë e veçantë, sepse po përballeshin me dikë që vinte nga një vend tjetër i kontinentit dhe që fliste frëngjisht si gjuhë amtare. Më pëlqeu shumë mënyra se si më qetësuan dhe më thanë, ne do të kujdesemi për ty, do të ndihmojmë dhe bashkë do ta ndihmojmë edhe fëmijën. Për disa ishte vetëm ditë orientimi, por për më të veçlit e American School of Kosova ishte shumë më tepër se kaq. Ishte dita kur nisën hapin e parë të një rrugtimi të ri në edukim.